Që tash dikun të 1.500.000 po, drenica është për pushk, po të gruja ne jem shumë tamel. Po vallaj 100.000 euro që ka veturën vesh 11.000 kilometra i konë ta. Kjo është Anila. Me priardhje është nga Tropoja, mirë po tash e 15 vite është nuse në Drenicë. Anila dhe Arifi Bisha i ka një dashuri të jashtëzakonshme të cilën e rrëfyen për kanape. Që të dy u kthyen në Kosovë nga Gjermania dhe kanë investuar miliona euro në fshatin e lindjes së Arifit. Mirë po si nisi gjithë historia e tyre. Vendosëm me shoqen më kthy se i kem arrit tana që në ka shpjeti që në ka desht, edhe tash të ri në Gjermani, të flaj vesh një gjumë, po më doke të qysh pa lidhje, e i thash nuse si dit tash, shu nuse këthejmë për Kosovë, shkojmë rrim të shpia jonë, bolle kem vesh ato letra në cabat që në vinë në Gjermani, mi ka mi ledzu 50 copa, është merrit Zotit për Zotin. E kështu të ashtu rahat, as kem post, as kem përgjon, vesh në dy. Unë kam qenë gjithmonë në pajtimit dhe qysh se i kam një orë, deri sot, unë i kam thënë ka që ko ishti edhe unë jam masteje. Me që kemi kriju një të ardhme të mirë, vendosëm që të kthejmë Kosovë, tani kushtet i kemi, gjitha i kemi, jetesa në Kosovë shumë mirë, shumë bukur. Unë në thash, në qovë se ke mundësi të ke një të ardhme të mirë, mund është me jetu mirë. Për në qovë se punon këto, me një rogë, harraje, si adel datë. Edhe me 2 roga dhe shumë vështirë është me jetu e. Po me që kemi punu jashtë, ne kemi kryu një të ardhme të mirë, ne mund t'ja dalim. Se me jetu këtu më përpara, e me shku e mu këthy për sëri, me njëherë dhe me thonë, për sëri si e të ndatë. E kësho, ne kemi ko që 45 vite, dhe 20 vite, kurse unë i bërë 11 vite atje. E, pra ndaj vendosëm që të këtheje. Që tash jam të ndërtu djallit jam të ndërtu një shpi, një banes, dikun 600 metra katror. 600 metra katror i bjen dikun të 10 banesa, jam të jabon një shpi. Muni edhe me fotografu, muni me pa vetë, është për shembull se na dojmë ta kem një jetë mija. Nëse prindit e mi për para baba nuk ka pas mundësi me pas, se në maj men në kohën e babës, i kem pas veç i dhumë. Po Zoti na ka dhonë, edhe kem investu, po edhe jem dërdhënës. Se pa ka njeriu dërdhënës, minimum një fukareje, minimum një katonari, kur e din se ka, mos o habet si të vje kejtë për Zoti. Se është një me dhejtë. Qatë investojsh, qatë dhosh, dikujna, Zoti për Zotin ka me ta këthy 100%, 10 fishin ka me ta këthy. Ndej që tash dikun të 1.500.000 po ja ka vle, po na që tash e morëm edhe i banezë në Prishtinë e blejtëm ush Kosovë, dikun që 100.000 euro e morëm. Ja ka vle, se veni jëtë, është pasoni e jotja. A në vend të ujsh, që të investojsh, kur gjo nuk është e jotja. Si për shembull në Gjermani, ti ke investu, a i përit ditë ta merë krejt. Dhe me thonë ti 1 euro mja posë ati bërq, a i ta merë milionin edhe kur njët, nuk i shansë para gjyqit me dalë me këthy pasonin të anë për mas. Po s'ka sen, veni me mirë se jyti s'ka në botë. Po inshallah bëdo Zoti dhe këtu rinia mushën men, se për para, në Gjermani, të regoj, ke mujtë me fitu. Se u kom punë e markës, kur u kom në të kohë, kur u kom marka. Si ka bo euro 4 vjetë, moti s'ke pas vlerë. Qa bo njeri me 2.000 euro në Gjermani? Ti merë 2.000 euro, 2.200 euro. 1.000 euro ti merë banesa. E ki 200 euro, e ki rrymë. E ki makinën, ti a pagun sugurimin, 150 euro në mujtë. Qa hojnë thmija, për Zotin, në fund të mujtë ata do të me hitë dispo kredit. Këtu, një ditë e imja, në përgjithësi,
Për shembull, çomë në mëngjes dalim, pim nga një kafe në qytet, vim këtu pastaj kalojmë kohë me kafshët që kemi këtu. Bëjmë që i kizmet, se duhet patjetër më kalu kohën. Pastaj në mbrëmje, kur vjen mbrëmja, pastaj përsëri, ten kapi përdore këtë shokun tim dhe dalim, ham ndonjë darkë, o në Mitrovic, o në Skendera, jo, ku tjetë diku më mirë, për shembull, po gjithë, që të thamë në tash, shkojmë edhe në vend në qytete tjera, për shembull, ku ka kështu, për shembull, ku ka kafsh. Sa unë jam rritur në fshat, edhe nuk e kam problem, adi, këtë gjë, nuk e kam shumë problem, pavarësisht se unë e kam mbaruar shkollën, që fakt shoku im që parë, e kam mbaruar për laborante. 2 diploma i kam, po kur ika në Gjermani, tha ne do punojmë bashkë. Pse të punosh për dikë tjetër, tha më mirë punojmë për njëri tjetrin. E kështu kompaninë hapëm firmën, punuam ndërtim, pastaj fituam, e vendosëm u kthyem në Kosovë, kemi një të ardhmë të mirë, dalëm i shëtisim, gjitha kushtet janë, për shembull. Më thënë të drejtën, me mbind, nuk e më ka bind, e kam bind vetë. Kështu që, kur kemi pas takimin e parë, se mu më ka njëftu shoqja klasës, më thënë të drejtën, ka pas dajen ajo në Gjermani, dhe kur e dhi, më tha, Anila, tha, një shok i dajes tim, po do një vajzë të Shqipërisë. Edhe tha, je dakord me të prezentu Arifin. Thash, po, dakord jam, po, jo nëpërmjet internetit. Po të dëshiroj ma ardhë të vi, ballë për ballë, 4 sy. A po foto, tha, lejot me ta tregu në foto. Në foto sa problem, thash, se me foto s'prish në problem. Ate se ne jemi akoma me mentalitetin e tropojes akoma. Nuk kishim aq liri që me dalë me një orë ideale, knea, ne, hiq s'kishim fare liri. Kur kam dash me taku, i kam tregu babes, nanës dhe vllajt madh. Kështu, kur kam dalë me taku, edhe që kam vendos vetë. Dhe më thonë, fund fundit i kam pyet familjen në fund fundit tha, si të duash vetë. Të ona Drënicës, dhe ta din mirë, dhe ta din këtë Kosova. Kërkun trojët shqiptare, asë një nuse nuk bojnë mas se fasë në Drënicë. Këto ta keni me... A qëndron Anila? Ja, 100%. 100% se në Drënicë... Po jenë gjitha familje. Në Drënicë, 99% burrit sakrifikohet për nusën e vete. Del punën, ja bë bukën, ja bën lirin. Drënica litë nuk janë agresiv të nusja. Na nuk i qesëm nusët se ona Dugagjinit, ona e Prezerin, të anena që qesin gradë me mlidh kashte, me mil hudra, lakna, tana. Na punë të shpisi bojmë vetë. 100% kjo është detadin tonë, se shumë raste komunisti thojnë një Drënic. Drënica është për pushk, po të gruja, ne jem shumë tamel. Po vallaj 100.000 euro që ka veturën, vesh 11.000 kilometra i konë ta. Gjip Amerikan $120.000 ka shpirt të sajnë, vesh saj dhoratja këmë bo. Traditat, më thonë drejten, janë gati si të njëjta. Me tropojen për flasë. Se me lidhë me Tiranën është krejt ndryshe. Kurse me tropojen, traditat janë 99% njëjta. Vetëm thjesht s'kam kuptuar disa fjalë gjuhës. Çka s'kuptove për kësaj dialektit? Për dialektit, kur në fillim që kam njohur këtë, të kem dalë për shembull me makinë, thoshte koçit të frenat e makinës. Unë i vesh ngelsha, çfarë do të thonë koçit, ose maje bëllanin mirë, bëllanin timonin, edhe unë përsëri ngelsha, që janë të fjalë. Edhe ngelsha gjithmonë janë ca fjalë që si kam kuptu, po përgjithësi njëjtë, të dialekti njëjtë. Biles më thonë atë të shtëpia, thonë, të ka bëj për veti se vetë mi botin nga ana jote, jo nga ana jote. E kështu, jo, përgjithësi, do më thonë e kam pa kuptu komplet. Tropajan të kanë një farshtegu e kanë tropoj, ku shkojnë dhe nërë të cilën keq,
e ka një fashtege, din thonë, hajde shkojmë shëtitëm që kënej, e ku qkajsh atje të prekim, veç pak me gisht, ja 3.000 metra shkën të poshtë. Ndrë ata dhanur të këqiqa janë, din? E mu më kalo baba soja amanet, më ka thonë mos pri për para. E më ka thonë, ti tha pritha për mas gjitha. Po s'kabre, me djem të tërpojës, ljumi e tuksi ka. Po nuk ka djem më të zëtë. Pasha Allah, i zë mujë Ramazanit. Nuk ka djem më të zëtë së tërpojant. Ata ku qkojnë e bojnë shtetin për veti. Na kur kem qenë vitet e 95-6, turqët e kanë pasë Gjermanin në dorë. Turqët e Grekët e ka pasë shumë, s'ne lofshim në i mena, në për diskoteka, në për anena. Kësi që i zoti dhe djemë të tërpojës, si kur bletë e morën qytetin. S'ka pasë kur si del për para. Jo si kanë bo gjeste të lidhje, po janë mashkuj të zëtë. Nuk e lëshojnë vetin. E atyne, na dhëtë me kësyrë mi shumu ata, mi shumu si ratë, e jo milion më vrit nërë me veti, se as i djemë njerë falë nëna, nuk falë dyherë. Është e pa mëshme për Zotën, jo si e kam nuse, po është e pa mëshme mi a gjithë qiften. Në kofë nevoja për pushk, për Zotën të vret njerin si cigare dohan. Tja nuk len mi a bo pa drejtë. Shle janë heqë, bëllë me mu këtë marëm rrugë, me ta këtë marëm rrugë, o si tim kërë, o lufta kërsen. Unë nuk shaj pe, kja nuk shaj pe, e qojmë ditën për 5 minuta. Po, qasë shumë e du me shpirë, se edhe ka arë koha, si njeri dhët me ditë, se edhe nusja e ka drejtat e veta. Nuk është me thonë të valla unë jam burë, e kjo gru, kjo është robi i shpisë. Shpia i takon anilës, jo mu. Unë jam rraktar këto. Si kur një rraktar si del, e shkom po në e bje, thesin me mjellë të shpia, që si jem une? Kjo është mbretresha e shpisë. Kjo me dash të kollë shpinë, kjo me dash të pri shpinë. Ngruja e mirë të arun derën e burrit. E pëse në mës me run derën e sajna? Po mi adho botën kush njët, nuk muna dikuna mi adho dorën një femën Skënderaj, dikun mas gosën, për Zotën nuk i flasë. Pse, nëse ke maru mund derën e vetë, e temin, e pëse në sajna mës me rujtë? Do këtë se pas këtë një lidhje kështë shumë të veçanta? Na jem shok, jo se jem burë gru, po jem shok të pa damë. Të pa damë. 24 orë jem bashkë. Pse që kajnë me dikonën qaj krytna për kafe, e ti mushit e isha dohan, jo mërë po dalë me nusën të më natyrë, mbjesh nërgohë, po dalë në prizerem, po dalë në praval, po dalë... Gjithë ka po dalë për shëtitna. Pse dalë me dikonën? Më mi po dalë me nusën të më. Kam shokin i jetës. Jo, njerëzit tu janë shumë dashur, shumë mirë. Nuk më presin keq, asë më kanë prit ndo njerë keq. Kanë bilis shumë respekt, se unë jam e drejt, jam e sinqert, të qatë të kam jam thëmë në sy. O të mirë, o të keqë në sy, jam thëmë. Edhe nga kjo, gjithë më dorë më shumë bile, gjithë fisi i Arifit, që i ka këtu në Skënderaj, gjitha, do më thonë që i ka nuset e gjemve të miqësit, të miqëve, gjithë desi me më taku mu, gjithë më dorën me shpirë, gjithë me shpirt më dorën, sepse unë atë që e kam, ja them drejt për drejt, edhe bëj shumë shaka kur takohem me to, se që këta i bisholt ka ngell, kjo fjala i bisholt, i bisha, i bisholt, hemër ju i bisholt, si i një fërrace njo, unë e kësho, se këta kanë aqë zemër të madhe, sa se ke i din. Për shembull, këtu lartë, ja kanë bërë shpinë, ja kanë hapë bunarin, kanë bërë xhamia, kanë vistuar në xhamia. Këtej këshive tjerë, këtej, jo kanë bërë shtëpiat, në Skënderaj. Domethënë, nuk është puna se po hiqem që e kemë bërë diçka. Po për shembull, dikush e njeh nga ne, edhe dikush e të ndihmon dikë tjetër. Pra kënaqësia jonë më e madhe është që kemi bërë shumë mirë, shumë njerëzve ju kemi ndihmuar. Edhe kemi atynin, domethënë se kemi zemrën e keqe, as kemi zili, as kemi urrejtje, për shembull, që dikush ka, për shembull,
e unë s'kam. Që ajo është me e keqja sot e njerëzve. Se ne dalim gjithmonë bashkë për kafe. Në Skënderajt, akoma janë me atë mentalitetin, dhe më thonë, hala, të prapa mbetën. Janë akoma. Është një kafe këtu Bozbar, që shkojnë vetëm mashkuj. Edhe një djali mish e thiri për kafe, tha, hajde, do pim kafe. Jo, tha, unë e panu se ndimi nuk shkoj. Po aty tha ka vetëm burra, tha, aty flasin e qas thonë kënje. Edhe neve s'na intereson se qa thonë mas krave. Neve na intereson që jena bashk, edhe nuk shkojmë kafe me, që më thonë, po shikojmë femna tjera, po shikojmë burrat tjera. Ne shkojmë për qefin tonë, me shiju jetën për qefin tonë, ne nuk shkojmë me pi kafe me pa dikush që. Prandaj mentalitetin akoma janë prapa mbetër. Po tash koha ka ecë për para, tash edhe rinia pe din si do të me pas drejtet barabarta me familje, me nuse, me shruk, tana, po ka henez nevoj se këto fjallët ma shpine që flitën të na, unë nuk më thëmë kur gjë, unë zdo mision si kam bo këtu, unë e ka për shemë dhe raste, si kam marrë 1500 shane si më shajnë, si shajnë njerëzit, po shumë pa lidhje me shani njeri, se mu nuk më intereson që ka aj, as nuk du me dit, unë e këjem qu, kam punu, edhe kam fitu pasunin. Edhe ta që kam fitu pasunin, unë du të ha me nusën dhe me fëmin e mi. Nëse një kujshin nuk ka, për zotën, sa dja jepi. Nuk më thëmë diçka vesh, po të bëj bedë. Në fundit me pas, e nëzirë nga gjepi dhe e jem, vetëm keqelen, edhe jajatë. Një fjallë nuk të rej, mbi 400.000 euro mi kanë parësh në Kosovë bërqë. Që kemi ndimu, kanë marrë kredi, i kanë lanë shtëpia në kredi, edhe kemi jep mallin ton, e kanë shit, edhe ata kanë shumë dëshirë më kthyen në Kosovë. Bile i vogli, sa ta mbaroj shtëpinë, ai do kthehet më një herë. Ai vdes për gjithë ata kanë marrë më kthyen në Kosovë. Po i madhi akoma jo se fëmia në shkollë, edhe sa të rriten i çikse bën fëmia zotë vetës, pastaj edhe ata më kthye me shiu jetën. Ata kanë marrë vdesin edhe ata për Kosovë, ata çdo pushim vinë. Me ju dhonë mundësia, jo vesh pushim, po për fund javë vinë. E donë shumë Kosovën. Bile i vogli tani do marrë shpinë e do kthehet. Kthehet, rrin këtu me nusë, pastaj se ka dhe firmen atje. Shkon atje rrin një javë ditë, punon, kthehet. Po të më thonë, dashurinë e kanë këtu. Atje është jeta monotone. Punë, shtëpi, gjumë. Punë, shtëpi, gjumë, ka atje. Ai si qohet me nxes, ai si flan dhe ndo me ditës, do njëri. Gabimin më të madhe bën njeri. Son qona në 5 ora me nxes, për zotin, 5 qona, e falu me nusën sabahin, se bashkë e bojmë kësifyrin, bashkë e bojmë iftarin, bashkë hajmë bukë, edhe jemë të naqën. Na për jetën tonë jemë shumë të naqën. Unë dohan nuk pi. Ne urojmë gjithë dhe më të mirën, dhe më thonë, gjithë dhe inshallah ju plotësohen dëshirat. Por, po suqove me punu, asë gjës vjen. Unë vetë kam qenë e varfër. Se në kohën e Enver Hoxhës në s'kemi pas asë gjë. Enver Hoxha ne ka marrë gjitha. Asë gjë s'kemi pasur. Kemi hangër bukë, kalamac, ramak që e kuq. Aje buke e kalamoqit që është e misrit, e kuqe. Me qepe kemi ngrënë. Se ka qenë shumë i vështira. Gjithë ditën punoj ke baba im për 30 cent. Gjithë ditën punoj ke për 30 cent. 5 mëngjesit u zgjejke, 12 darkes vinte. Kur me sy nuk e panin, do një herë rrallë. E gjithë muajin punonte për atë bukë që e marnim ne në dyqan. Po gjëra tjera, aqë shumë më dhe më thëmë kemi heqër. Po shëqyrë, erdi demokracia, dolem dritë. Punonim, kemi punu aty, pasta ikin vlezit, qa do të bënin aty më shatë? Qa do bënin, asë gjë, ikin vlezit në Angli, ikin në Belgjik, punuan, i siguruan gjithë tash ato, unë i kam gjithë vlezin edhe i herë më mirë, jo s'po thëmë edhe i herë më mirë, po kushtet i kanë mirë, sigur këtu, i kanë edhe ata, sepse janë qu
Me mëngjes me punu për me kriju që ta arme. Pra ndaj u bërtas ty në portonëve, për qonë mërë me punu, këtë e 10 flegjum që to. Qiftet dhe të dinë Kosovë, një, se dhe nona jam ka qenë një femën. Unë e veti kam 4 motra. Ta ne kam të martune. Po çdo njeri do të me ditë, shqiptari ka pas moral. Morali është shkalla me madhe burnis si të femna, si të moshli. Nisen, mre e thikën 2 anë, pështetën gjëk, si të si gruja, 2 uvëtherë. E asë njoni mos m'ja bon, se për 5 minuta qef, ta prish, t'ja prish zemën, bashortit tënë, a grus tëne, është një sen si a Zotin nuk ta falë. Edhe për që ta i bojnë divorcet, se divorcet nuk bëhet, si s'ka buk me hangër. Se buk push del shqiptari ta qelë deren me buk ta bjen, po të shkon kafe, aja me koktel, e del ato me atë tani e pëdana për burri. E kush i ka fajet? Faj ka baba i qikës, i ka baba i djallit, se dhe unë kam motra, po të nëzo motrën tem, se i bën një gabim, mu e ka qëtër muhabet aja. Se nuk e lejoj asë motrën me ja prish dhonërët shpinë. Po jem i knaqën ku të zateti dhonërën, për Zotën e konsideroj si kur ta kam vlla temin. Se unë ju si pëndërej dhonërën, po më pëndërej motrën teme. E nderin si ja bëti motrës, ku ka ma mirë për një motrë se vllavi janë ndërën burrin. Edhe për shta nuk dahen ata, se për flasë edhe një fjallë, shkova në Gradice kam i dhonër që dje, edhe poshtë mi kishim para motrës këtë dhëmët. Vëllaj një dhëmë se kish pas nguj, thash motrë që a bo për kështu, vëllaj tha vlasë për kam, thash motrë hadë me munker, e ka për shua të doktori janë gjitha këtë dhëmët. Tha pse vëlla tha të bënë në shtrajt, thash e motrë me të shumë bëhat ma shtrajt. Shiko shumë e vërtet sot, moralin me të vërtet është një gjë shumë fisnike, si për femrin, si për mashkullin. Se karakterin s'do të me hup njeri për qefet të tua. Në radhë parë femra duhet të arruj karakterin për familjen e vetë, për ftyrën e vetë, pastaj për burrin e vetë. Po e nisa të morali, se sot nuk është vesh morali. Sot ka shumë gjëra tjera që po i ndajnë qiftet. Është edhe leku. Është mos mirë kuptimi midis qifteve, për një fjalë, për një mos marrëveshje, për një diçka të vogël po ndahen. Prandaj kur të krijosh familje, ti duhesh të jesh shumë durim duhet ketë si femra dhe mashkulli, se mu martua shumë lehtë, edhe mu nda shumë lehtë. Prandaj kur të martohesh ki krijuar një familje. Familja është e shenjtë. Është shumë e shenjtë familja. Prandaj çiftet sot nuk po shikojnë këto gjëra. To po shikojnë veç gjanat materiale. Vetëm lekun po shikojnë. Pasurinë e këto, po kjo nuk është asnjë gjë. Sot e ke nesër s'ke. Unë vetë jam provu. Kam pas, s'kam pas, prap jam ngrit. Po gjithmonë duke punuar bashkë, me mirë kuptim. Se ndryshe Qifti nga Skëndera i vazhdon të mbetet simboli dashurisë edhe për te kufive.